Prokuroria posaçme SPAK ka vendosur të zgjas me 3 muaj jetimet ndaj Belinda Ballukut, duke çuar totalin në 9 muaj. Prokurorët arsyetojnë se u nevojitet më shumë kohë për të analizuar celular dhe pajisje elektronike të sekuestruara, si dhe për të marrë dëshmi nga ish bashkëpunëtorët. Ndërkohë Balluku theksojmë që është e pandehur për shkeljet barazisë në tenderin e tunelit të Llogaras, si dhe për 7 lote për ndërtimin e unazës së madhe. Në Tiranë, megjithatë, ka pasur dyshime, thos SPAK, për veprën e korrupsionit pastrimit parave, gjatë kohës që ka qenë drejtoresha Alp Control dhe ka gjetur dhe një vil që dyshohet se e disponon në mënyrë të tërthort në dhërmi dhe që është regjistruar në emrin e ish futbollistit kombëtar shqiptare Igli Tare. Avokat Alban Qafa, për të kuptuar më shumë, çfarë duhen tani dhe 3 muaj të tjera? Sepse unë kujtoj një moment kujtoj një moment që para disa muajsh shkua në kuvend kërkon arrestimin. Ndërsa tani fund korriku kujtojnë që na do 3 muaj të tjerë. Çfarë ka ndodhur në këtë rrugtim? SPAK-u po heton të 7 lotet të unazës jashtme të Tiranës, që është ajo pjesa nga Tegu, shkon Shkozë dhe del te Shqiponja. Për 3 lote 4, 5 e 6 janë mbyllur, është komunikuar akuza personave që janë qenë persona në tim, që janë punues të ARSH-s, ish drejtori i ARSH-s. Është komunikuar kjo akuzë? Është komunikuar sot. A sot? Shkelje barazisë në tendera? Shkelje barazisë pjesëmarrësve në tendera. Prap? Sot. Sot ka pas ishte një tjetër? Ishte më përpara lote të tjera ato. Vazhdojnë, janë 7. Janë 7 lote, janë të ndara si duket ë? Po për një 4, 5, 6 janë 5, 6, 7 janë komunikuar sot. 5, 6 dhe 7. Të gjitha këto kanë rrjedhur. Ka korrupsion brenda. Vetëm më shkelje barazisë në tendera. Sepse tani vetëm shkelje, jam dakord që shkel ligjin, Nuk e di për personat e tjerë, po për personat që mbroj unë ja. A keni persona që mbroni aty? Okej. Të gjithë dhëna kanë rrjedhur nga i BlackBerry famshëm ish drejtori të ARSH-s. Pas analizimit që është bërë, analizimit që është bërë në laboratorin që ka në izraelitët që bashkëpunon SPAK-u, që janë aty, kanë përftuar komunikime të tjera, janë kryzuar me numrat, janë kryzuar numrat me email e telefonit, me numrat të celular, kanë dalë personat që punojnë në ARSH. Është bërë verifikimi dokumentacionit të procedurave prokurimit, është bërë verifikimi i fituesve të prokurimit, madje kam vajtur dhe hetues të BK-s me inxhinier përkatës, kam kryer edhe verifikimin terren me një procedurë. Një nga lotet pretendohet po verifikohet a është dhe gjatësia e rrugës aq sa është tenderuar, sa është kontraktuar. Dhe duke kryzuar dhënat e rrjedhura nga BlackBerry i ish drejtuesit të ARSH-s me dëshmitë e personave që janë marrë, kanë dhënë deklarime si persona në netim, tash janë të pandehur, do ripyeten nëse do e gjykojnë drejtuesit e hetimit. Do merren dhëna të tjera, do kryzohen dhënat me komunikimet elektronike, me WhatsApp-in, se kanë pasur edhe grupe nëpër WhatsApp ku komunikonin për çështjet e punës, sipas pretendimeve personave që janë në netim. Ata bëhen verifikimin sepse është ky telefoni këtu është jot. Po. Komunikon me mua këtu dhe me atë personin lart. Me fjalë me ministren, komunikon drejt. Pra unë komunikoj me të dy ju. Komunikoj dhe me ty si punonjës edhe me ministren, më themi. Unë ministër bëj tani, se jam unë tani këtu. Me ministren. Me ministren, tash dhënat kryzohen dhënat e tua me ne. Dhënat e tua për telefonin e ministrit, dhe a ka ndodhur realisht siç është shkruar, se nuk ja fut SPAK-u me SMS-një akuzën, se thonë s'kam bërë gjon ku diun çka ka shkruar tjetri. Po nëse ti i thu ministrit si e do Albanin, do me këmish bardh? Po Alban vish këmish bardh, unë kam marrë sot me këmish bardh, u verifiku fakti. E njëjta gjë është, kjo është tyra e fatit e timit. Nuk është më koincidens këmish e bardh. Po patjetër që jo, dhe flasim për kriteret e tetë. Nëse do ke kriteret e tetë, vëm një ekskavator 50 tonç apo 5 tonç, ministri thotë okay, zotërisë i thu që harton dokumentat e tendrit vëre këtë, është fakti i provuar. Pse u deshën dhe 3 muaj? Ka që nevojshme është, e kuptojmë dot. Pse nuk ka mjaftuar koha deri tani? Është më komplekse. Po 6 muaj normalisht nuk është sepse ka dhe shumë dokumenta për tu verifikuar. Nuk është thjesht komunikimet elektronike nëpërmjet WhatsApp-it dhe telefonit. 3 muaj është afati që Edi Rama i kalon, se është muaj korrik gusht-shtator, do edhe Rama pak hapësirë dhe kohë, derisa të interpretojë nesër pas nesër një incident, një ngjarje që mund të përfshirë zonja. Është edhe me 3 muaj. Atëherë, shikon nemi fund korrik. 31 korrik. Atë afati i bie gusht, shtator, tetor, fund tetorit. Tetor dhe një vit nga momenti i komunikimit të akuzës së parë. Shtatori do jetë val.
Jo, po, Sot është 42 praktika që kanë grada. prokuria e posaçme, edhe rastin e zonës Balluku, edhe raste të tjera, pa përfunduar afati i hetimeve, kanë komunikuar akuzën sepse të paktën këto lote të unazës së jashtme për rreth 6 muaj parashkruhesh pastaj ushtrimi i ndjekjes penale. Kemi pas një lot këtu tek unaza që është nga drejtimi kë pallati Shigjeta tek Shqiponja, është parashkruar ka vënë gjykati gjyqtari para prake, ka kthyer mbrapsht e ka pushu e ka sjell pas 6 vitesh. Ka gabuar spaku me afatet e ushtrimit ndjekjes penale. Jo ka gabuar, me qëllim ka gabuar. Është loti e kuptoj. nga Shqiponja për ndrejtim të Astirit. Po. Ka shkuar në gjykat pasi i kishte kaluar 5 vitet. 5 vite pak muaj. Është bërë parashkrimi i vetë. Është bërë parashkrimi i veprës penale konform në 66 kodit penal, ushtrimi i ndjekjes penale, dhe është pushuar çështja. Tani për të mos u pushuar çështja kanë kapur afate dhe i kanë komunikuar akuzë personave që kanë qenë persona në hetim, se me shumë pak kohë dhe këto çështje do parashkruheshin, ka kërkuar 3 muaj zgjatje afate, por ndërkohë e ka kap afatin për mos u parashkruar 5 vjeç. Po Balluku prit një është kërkuar sekond. paraqitet me avokat në datën Fajin e e ka që mos kapet afati, kush e ka fajin? akuzë. Komunikim akuzë 100%. 100% e Për ka. këto tendera, Nuk e dim. Nuk e dim. Po ka një akuzë të re. Tetori, e kemi thënë këtu. Gusht, shtator, tetor, 3 Kemi muaj thënë tjerë. tetorin, kemi thënë korrikun, 16 korrikun në moment që kemi thënë. Se mos të harrojmë se audienca na ndjek edhe është e vëmendshme. Vendimi i gjykatës lartë, ju e keni thënë këtu që do shohin çfarë do vendosë gjykata e lartë. Çfarë bëri? Rama mbrojti akshin, lëshoi Ballukun. Për një sekond, se kuptova këtë. Edhe një herë. Rama Vendimi i gjykatës lartë la në fuqi pezullimin nga detyra të zonjës Belinda Balluku. Një pezullim, Nuk shqyrtoj ankimin për mos pranim rekursi se pezullim ku se më detyrë. pra, se këtë do të thosh, ajo nuk ishte më detyrë çdo. Një sekond. Unë nuk jam dakord. Nuk jemi në kushtet e humbjes së objektit. Pse? Sepse ne këtu jemi në kushtet kur një person pezullohet në një funksion të pushtetit ekzekutiv. Po këtë qendrim ka më dhe apelin që kohës. Gjykata e lartë është gjykata e ligjit që ka për detyrë të futet dhe të shikoj që ka apo nuk ka një konflikt ligjor institucional, sepse pikrisht është gjykata e ligjit. Dhe gjykata e faktit, që janë shkallë e parë, shkallë e dytë, është një punë tjetër që ajo bën një interpretim. Por ajo që ne kemi dhënë atributet sipas kushtetutës së famshme. Jo, dhe ndryshimi i kodit procedurës, kodit penal. Ne të jetë gjykata lartë është gjykatë ligjit, kaq. Mbaroj, nuk ka më, nuk heton gjëra faktike aty më. Thot thjesht, është zbatuar ligji material. Nga gjykata më tullt apo jo? Nuk merr themel vendimi i themel. Okej. Dhe tani ne themi kësaj gjykate, zgjohesh ti për masën e sigurisë së kësaj që është akuzuar për grup të strukturuar kriminal. Dhe nuk zgjohesh ti për këtë që ka akuzuar që maksimumi i dënimit në veprën e parazisë të tendera është 5 vite. Tani këtu i bie, je gjykata e ligjit apo je gjykata e partisë që partia të urdhëron sipas rastit vepron. Dhe ti thuaj që i vendimi i gjykatës lartë ishte lëshim që i bëri Rama Ballukut? Po normale, ç'a ishte? Se një sekond, a e tha kolegu Nerin Qartazi? Dhe praktika është që është gjykatë ligji që kemi thënë ndërkohë? Po pse gjykata e ligjit nuk zgjohet? Dhe u zgjoka gjykata e ligjit sepse ishte një bektesh. Orë shqiptarë din më mira aspektin juridik se sa vetë gjyqtarë dhe prokurorë tani. Dëgjoj mos i në vlerësojmë shqiptarët. Jo, përkundrazi, po duhet thjesht. Një sekond. Tani u zgju tani gjykata e lartë për zonjën në fjalë të akshit dhe për zonjën në Balluku jo. Prandaj është gjykata e lartë u zgjua për rastin e bekteshit mos gaboj të njëri që ishte me kanabis që bërë ndryshimi praktikës gjyqësore, që ishte mashtrimi i njësimit të praktikës gjyqësore, mirë, të 2011 dhe po të futemi të rasti 2011-ës. Në vendimarjen e vendimit unifikus të masë sigurisë së asaj kohë, ka ndodhur një gabim i pafalshëm dhe prandaj gjykata e 2011 u futi dhe bëri një rast të tillë sepse kemi të bëjmë aty me një anomali juridiko-penalo aty që kanë bërë gjyqtarët e plepave një që është situatë tjetër që nuk kanë moment tani ta diskutojmë. Me Ballukun tani çfarë rasti u zgju zoti Sadushi për rastin e këtij bektesh që ishte kapur me kanabis? Po? Dhe nuk u zgju. Po, dy. Sa është me qesh edhe me qatë. Po? Dhe tani nuk u zgjua që të thotë, më fal, tani kemi këtu më përplasje pushtetesh. E ma menti rastin përplasje pushtetesh. Kemi sqaruar. Dhe tani duhet të shikojmë se Shqipëri jetojmë.
Në rast se gjykata e lartë ka një urë lartë dhe marrin avionet, se mund të jenë avion këtyre Air Malbechire dhe me radhë, edhe nuk jetojnë realitetin shqiptar, po okej, muhabet tjetër. E pranojmë edhe këtë. S'është faktike edhe kjo, që këta janë të shitur. Por, a të shkojmë në një situatë tjetër? Zotri, ke një kushtetut, ke përplasje midis legislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit. Kush e ndrej qëte muhabet? Se Ramati sa shkove dhe kërkove autorizim, të çojë në gjykatë kushtetuese. Gjykata kushtetuese si u shpreh? Me rastin e imunitetit, me rastin e autorizimit, subjekti vetë duhet të shkoj shkallë parë, shkallë dytë, shkallë tretë edhe gjykatë kushtetuese. Ndi shkallë gjyqësorit. Po, sepse është e pandehur. Po për shkak se është marrë e pandehur, paralelisht është pezulluar për një detyrë dhe një funksion publik. Tani do ta çojmë ka dhe rrugën e Balluku që e çon kushtetuese. Do ta çojmë, duhet ta çojë. Në Strasburg. Po le tani kush e llogarit atë, po unë po them gjykatën kushtetuse e partisë. Tani, mos sqaro pak rolin e SPAK-ut në çështje. Pastaj e prish gjithë situatën. Roli i SPAK-ut, çdo bëj SPAK-u dhe 3 muaj ta bëj. Çfarë do bëj SPAK-u ndaj Ballukut? SPAK-u do të bëj atë që Rama do ta urdhërojë. Dhe SPAK-u do bëj një punë që do të tregojë të shqiptarët që ne nuk kemi vegël e qeverisë, sepse në të drejtë qytetarët shqiptar dhe protestuesit shqiptar që kanë dalë nga fillimi i qershorit deri më sot akuzojnë SPAK-un si vegël e qeverisë. Ju lumt goja juve që jeni në protestë që keni thënë një gjë të vërtetë. Sepse nuk ka mundësi. Procedimi i Ballukut ishte nga 2021 dhe jemi 2026. Nuk ka mundësi të merret të pandehur tjetri dhe të merret për arsye se ka folën telefon. Edhe nuk ka elemente veprës penale në disa raste. Nuk them për të gjitha. Dhe nuk ka mundësi një ministre që marrim tani dëshminë e një biznesmeni, pas ka fletur ministra ku ndërkohë ke në Burg Veliajn për rastin e vilës në Qerret, mos gaboj. Po. Dhe disa tjerë ose Ametaj, një shtëpi që ka bler diku në Gjirin e Lalzit, nuk e di ku e kanë, pse këta. Në Gjirin e Lalzit ka bashortë duke me shkëmbim truall, i është gjetë një ndërmjet. Po, tani këto ti i merke dhe i fute në Burg, i kalb në për burgje, më kupton? Dhe këtë tjetrën e merke dosjen tjetër dhe zvarrit. Tani nuk e kuptoj unë. E quan zvarritje këtë? Ne tani, unë për shembull jam avokat, kolegu është avokat. Nuk kupton? Tani ne e dim procedurën. Populli i thjesht nuk na kupton fillimisht, sepse kur të kap situata atëherë kupton të vërtetën. Kur je aty në analizon, mendon se kur po mbrojmë në njërin. Unë nuk kam pasur dhe nuk kam pozicione pushtetit aktual, as atyre që ka ikur. Pra publike, në asnjëherë në jetën time. Që do të thotë, ne nuk po mbrojmë as Ballukun, as Ametajn, as Berishën, as Ramën. Por po mbrojmë një sekond, s'kam pse të mbroj SPAK-un. Po mirë, theksuar. Ne po mbrojmë që çdo qytetar i Republikës Shqipërisë mos të ndiqet nga një band që quhet SPAK. Pritani, kjo është temë tjetër se unë do të kuptoj se po kuptoj tani kjo është më rënd. Të kuptojmë pak tek çështja Ballukut. Sa aty atje ka një urë që ata komunikojnë me Amerikën. Nuk është bërë ura. Po kush është ai Amerikës? Nuk është bërë ura akoma. Nuk ka mbaruar ura. Nuk ka mbaruar. Po s'ka mbaruar ura pra. Kush kryeministri nuk e dha. Apo më thua ato urën që do lidhi strukturën. Jo, ka një urë tjetër që vjen një avion edhe i merr çdo çtun edhe i çon jashtë shtetit, pastaj i sjell thënën, se nuk jetojnë realitetin shqiptar ata ore. Atë po them gjithsej kohë. Ajo është tjetër urë. SPAK-u është një institucion që duhet të bëj hetim. Gjykata duhet të ngrihet në lartësinë e duhur. Dhe këtë po kërkojmë ne. Gjykata të jetë mbi SPAK-un. Gjykata thot, bile kush. Po çfarë gjykata më kur ata janë në pelmarrje me njëri tjetrin. Kur ai kërcenon edhe në apel vritet gjyqtari edhe e mbyll ajo Këshilli i Lartë Gjyqësor që është Këshilli i Lartë i Partisë Socialiste. Vetëm se sot dua që të respektojnë edhe pak avokat Alban Qati sepse kemi një për herë të parë dhe jam bërë hapësirën e nevojshme se po puna është që ti në kushte të tjera. Disa tjera gjëra dhe unë po të shpjegoj dhe po të them që rasti i zonjës Balluku quhet lëshim, sepse gjykata e lartë, që është gjykata e ligjit, nuk ka zbatuar të që në themi konfliktin institucional që lindi për shkak se zoti Rama shkoi dhe në gjykatë kushtetuese të bëhet interpretim të asaj. Dhe pikrisht gjykata e lartë përdoret politikisht nga zoti Rama. Okej, mirë. Na, është më thjesht kjo, do të ish shumë shkenca të veçanta të kish mbaruar të kuptosh këtë rast. Avokat, çfarë do bëhet për 3 muaj? Janë të mjaftueshme, s'janë të mjaftueshme? Patjetër që po. Janë të mjaftueshme thua. Patjetër që po. 31 korrik, zgjatja e fatit të tim, komunikim akuzë do ketë.
komunikim akuze. Patjetër Pra, të tjerët. akuza i bie shkele barazisë tjetër për atë që akuzohet. Apo mundet po themu këtu, nëse do të marrim rastin e alp kontrollit, që tjetë ajo për korrupsion dhe pastrim parash? Ajo është e parashkruar, është për shumë vitesh. A, ka mbaruar ajo, a? Alp Control ka qenë drejtoresh para 15 vitesh. Është e parashkruar. Po kanë viten pushtetare. Spaku tani mund të kujtohet. Ka qenë drejtoresh Alp Controllit pa u bërë ministre, më ka shumë vite, shumë vite, më është mbi 10 vite. Po ta verifikosh e parashkruar shkote. Shiko, jo, do t'jap një skenar. Atë jap një skenar. Unë kujtoj dot zonjën Balluku, Nuk ka qenë drejtoresh Alp Controlli. Po jo, do një skenar. Mbi 10 vite. Do një skenar. Supozojmë që ajo ka bërë vepër penale. Është e parashkruar. Për një sekond, e çfarë bën Spaku? Ti çfarë bën? E parashkruar, e konstaton, thot për shkak se këtu nuk e arrestoi penale, nuk ushtroi ndërhyrje penale, por përfitimet e marra gjatë kohës hetimin pasuror, nuk më rezulton që këto t'i ketë justifikuara, dhe unë tani ja lidh këtë dhe i them që të është për pastrim parash. E që do thotë, koha e 1944, po kjo e është duhet do të dënoj pastaj. A bravo, prandaj them që Spaku nuk është organ hetimor. Është 100%. Po nuk është organ hetimor, më është shndërruar si një organ i kohës së Partisë Punës, i pushtetit që ushtronte presion dhe hetonte gjithçka kur prishej interesi i partisë. Ky është realiteti, ky është Spaku. Dhe kjo procedurë që ju thash unë, ju citova unë. Është mbi 7 vite më. Mbi 7 vite. Po, është parashkruar, të gjitha veprat penale janë parashkruar aty. As bëhet fjalë. Po Spaku çfarë do përdor manualin e Partisë Komuniste? Thot, e parashkruar nuk ka problem. Sipas perceptimit vet, fut në një ekspert koti aty. Mandate minimum 2 mandate që është deputete, më ka qenë drejtoresh, po si ishte deputete. Ka mbi 10 vite deputete zonja që. Po. Është e parashkruar. Mirë se është korrupsioni ose pastrimi parave. Jo, te korrupsioni aty nuk parashkruar, ka shumë vite. Po pra sepse po ta ketë bërë pasiv 7 vite. Të ketë bërë pasiv korrupsion, jo ka aktiv, se aktivi sa më shumë ka ra. Për shemb sepse duhet parë momentin kur është bler vila diku në vitin 2019. Kështu që kam përshtypjen dhe nuk parashkruhet pak në pastrimi parave. Pastrimi parave jo. Edhe korrupsioni? Korrupsioni po, një sekond, jo për një sekond se ka një këtu tani mos parashkrimi është vepra penale që është shkryer në një kohë të shtuar. Ajo është themeli, veprat nga ka rrjedhur pastaj pastrimi. Dhe nëse ka kaluar nëna, kjo quhet vepra nën. Kanë kaluar aq vite, sa do dënohesh maksimalisht kjo vepër nuk dënohet më personi. Nëse ka kaluar një ditë vetëm. Për gjykatën nuk merret e pandero. Nëse ka kaluar një ditë vetëm. Ndërsa te korrupsioni pasiv marzhi i dënimit është nga 4 deri në 12. Për zyrtarët e lartë. Për zyrtarët maksimale, zyrtarët e lartë flas. Merë gjithmonë maksimale, besoj. Tani zyrtarët e lartë dhe tani parashkrimi i kësaj vepre penale do 20 vite, ë? Sa do? 20 do apo 10? Jo, 20, se është mbi 12. Është 20 do, sepse është sepse është mbi 12. Kam përshtypjen nuk kemi parashkrim, ë? Tek rasti i zonjës Balluku, edhe të politikanëve shqiptar, pas 2013-s nuk janë bërë parashkrimi, nuk është bërë, jo se është në maksimum grupi të strukturuar ka mbi. Jo, është mbi, pra është nga 4 deri në 12 marzhi i dënimit, që do të thotë duhet të jetë mbi 20 vite parashkrimi. Ke 10 ka qenë ka ndryshuar në 2021 e ka. Po s'ka ndryshuar të asaj. Mos ta sqarojmë këtë se është çik ligjore kjo. Është ligjore. Është ajo logjika që përdor kolegu që do ketë pastaj për pastrim produkte veprës penale, që është një vepër janë parashkruar, ka ndodhur ndër vite, e kupton? Sepse ka vazhdimsi. Ka vazhdimsi në kryen e veprës penale pastrimit parave, nuk është se ka ndodhur vetëm para 10 vitesh, por ka ndodhur para 6, 5, 7 vitesh, edhe nis nga momenti kur ka konstatuar pastrimi i produkteve për të fundit, ë? Për të fundit. Pastrim produkteve veprës penale. Pastaj futen ato të para avash avash. Apo s'ka. Po edhe kjo se vepër penale është gjatë 10 vite mas dënimi, ë? Është mirë. Atëherë, për ta kuptuar, do të kemi në datën 31 korrik, zonja Belinda Balluku duhet të shkojë në SPAK e shoqëruar nga avokati i saj, pra nga avokat, nuk e di se kush do ta shoqërojë edhe që do të ketë komunikim akuzës. Lista e avokatëve është edhe kryesisht, ajo mos shkojë me avokat, asnjë procedurë. Unë kam listën në emër aty dhe thras do këtë avokat. Po ka avokat publike. Jo, me këtë që bëre ti, me këtë që bëre. A thotë që Rama ishte pa lek? Pra ajo s'ka lek? Me këtë që bëre ti zhliman që the e ka lëshuar Rama,
mund Po, të është, jesh edhe nuk ka. nga ata. Mirë, do të ndalemi shkurtimisht tek ajo se çfarë ndodhi. 20 vite, keni një 66-tot. 20 vite për krimet penale që më të ulur se 10 vite dhe ose me dënimet e tjera më të rënda. Pra 20 vite parashkrimi.